Doktor, si po ndikon shtatzania tek moshat e reja dhe apo ka raste të shpeshta në vendin tonë? Ekzistojnë jo mjaft statistika, megjithatë ne kemi raste ku lindje në moshën 14 vjeçare. Lindja e parë në moshën 14 vjeçare dhe mandej lindja e tinejgjerëve që është shqetësuese në gjithë botën, do të thonë që llogaritet lindjet në moshën 19 vjeçare. Do të thonë nuk ka shumë statistika të sakta rreth këtyre lindjeve, megjithatë në disa vite disa volumtime që janë bërë, ka rrit diku numri deri në 200 raste, rreth 200-250 raste brenda vitit që kanë lind në moshën 19 vjeçare. Që kanë lind, domethënë konsiderohen si shtatzanit në moshën e re, domethënë në të tinejgjerët, që në fakt ose moshën në adoleshencë, në fakt këto lindje paraqisin disa rreziqe. Në këto rreziqe normal që hynë papjekuria organeve gjenitale femërore dhe në anën tjetër është edhe papjekuria dhe në aspektin e zhvillimit të karakterit, në aspektin profesional dhe në shumicën e rasteve kemi zhvillim jo të mjaftueshëm social të ajo vajzë ose ç'më thon nanë e re dhe këto probleme mandej lidhen mungesa e edukimit socioekonomik që në fakt këto lidhen shumë me probleme që matutje për edukimin edhe të atyre fëmijëve që lindin te këto vajza të reja. Megjithatë kemi numër që lindin në moshën 19 vjeçare.